Atë pjesë e kom pa, domethënë detajisht me sytë mi komplet, Ligashanin, atë vrasja, atë masakra, atë grunë shtatzane, ata 4 vllazën që janë të mytë, 2 ishin konë mrena të vranë edhe 2 ishin konë në kësh të vranë. Një javë ditë, kom hangër bukë, po shumicën, domethënë, se kam qenë edhe në moshë jo të madhore, më dilshin para syve dhe vetëm villsha. Tani unë e pata fatin me abejnë me nejtë pak ma gjatë, edhe për mua i njeri ka qenë ndër luftëtarët matë zotë në historinë e Kosovës. Abej poshtë zotën a merë për Shqipni. Abejke, se tani më në gjitë një fareme në Genci. Genci edhe ke je i ri, nuk banë. U e thash po du se, po s'moj thash pa ju bashkan gjitë ushtërisht lirimtare të Kosovës. Qona unë e hinja të në reshte dhe po më bërtet Shabashala. Tha, kush ta me hinje në reshte? Shabashala, kur se arrej se normal, edhe tash nuk e lon fajtur, po ka pas listën e të në kush ku me shku, edhe na ka ornue për me u hjek për reshti, për me dalën për reshti. Ato ka ndërhyje Abeja, Bekim Berisha, ka qenë Bukushit. Ata kishin konë hotela, në për hotela dhe ata kishin pas dikon me ushtruhe dikon mas pakti 3 muj dita, 2 muj dita, 3, edhe ishin kohë edhe mu paguhe. Na thishëm se ata u armatësin ka shpejt, nas po armatusimi ka shpejt, po të na nuk u pritke 3-4 muj. Dëmo Kosova s'ka pas ku me ushtru, ti atje me shku me ushtru, se kish nevoj veni për me i armateme dhe ushtar të ri. Edhe në Shqipnije, fishekin seve këna mojt. Orë mesja këna mojt fishekin seve për arsye që s'dishe mo ka moru. Kër këna mri të Kufini, ato e ka shkrep një revulle. Edhe dhe me ka shkrep pahiri. Ato ne i kanë gjuhë raketat për pjetë, edhe ne kanë gjuhë pa nalë heq, apo dërë me Murtaja, apo dërë me Minahesa, apo dërë me Gulinova, apo dërë me Shnajperka. Ato kanë fillu tani mu plagu njerëzit, mu vra. Në ata e kom pas një motër të vogël, në shpe e kom pas u kon 2 vjetë. Edhe i kom shelë sytë për me u dalë që aty në plumave për para, thash, tjela veti, fund që mës tjesë ndër të kërkujna. Bashkë sot kom qenë të neurologu, bashkë sot kom shku edhe ma disa ditë ma mëti kom shku edhe disa muj. Për këtë qeshtje, për qeshtje që na jemi met me trauma, e kanë bon gjatë mi ushtar, kjo është fyrja ma e madhe që ju kanë ndodhë njerëzve të atyne që kanë do kontribut dhe që janë kanë ushtarë të vërtet. Unë se do mja marrë me thonë diku jam pjestarjo që kësë. Mas lufte, une kur i nardë për me marrë këto të invalidit, nuk e kom pranu. Se kom pranu se une e kom po bashkë të fletari jam që e ka hop durën dhe kamën dhe s'kom dashtën me një bon, me një hak ati personi, edhe që një ku kom qenë edhe me social kom qenë. Me social, i kom mojtë 4.000 me social, për atë arsyën kom po omra mas lufte, 5 vite unë jem quë si me luftue në step. Kanë shtue aqë shumë ushtar, sa që mdogët edhe thëmini kanë bo ushtar. Si luftari i venit tem, kur nuk ja fali atyne njerëzve që në hinë hak, ju kanë marë hakin e njerëzve tjerë. Ju më pas betu që ndër shkamës me ras njëherë. Në atë ku, mu edhe e me kanë qelë edhe të panën në këtu në Kosovë, i hekën ata emblemat e farkut. Ta na banë edhe neve më në edhona qytetu që kësë, po borë në hau, për një arsye jemi krejt, ta shte, ja, për i sudit jemi që ke i nërrunë emblemat. Brahim Rugova foli, tha, ata janë terrorist për ushtarët e që kësë. Edhe ngumë bashkë me atë dëshmorin, që ose dëshmorin. Tha, ku, për pse bre, tha terrorist, na, tha, për vend të unin, jem të luftu, qysh terrorist, na. Mas 20 minuta mu ka vraj bashkë të fletari. Ka njerë po bëjki njëri njejt që s'po priteke mo as me dek, as mo vra s'po priteke. Në fshatin tërpez, atu kena luftu e me shki,
nashta as 15 metra. Or tenka më na shkel, mi kanal ku e kishëm kanalin ato që luftejshëm, me një farë mortaje e gjujkin e një bashkëluftetar. Se s'ja qëllejke. Ka qenë tank Leopard e Rusis, u mënu me ike a tank për neve, 50 metra në ka kollë në ato tankën parasy, 50 metra. Të gjumë që i ka dhënë koordinatat Hashim Thaqja dhe Kadri Veseli. Dek si gazet kena gjuhe, ata gjyshin shkip që u shojshëm e zveti, qa qafrin a ka. Une jam Janus Gjugjuli, i fshatit Mokërmal, komunës Skënderajt, ish pjestari u QK-s në brigadën 113 me Krasniqi, zona Drenicës. Une në moshën, kur kam qenë në shkollën e fillore, në atë ko kanë ardhë shkit, vishin serbet, me një kert bardh tyne, edhe në rreshin arsimtartë, mësusat, për me në mësue gjuhën serbisht. Edhe ditë mas dite, neve na si tri na shkejke, dhe më thonë, na bezdithshin, na rreshin arsimtarës që shtash para syve tonë, që ata më na dhonë gjuhën serbe më na mësua atë. Ju ishin klas me klas, edhe i rreshin. Duke u rrit gradualisht, duke po që marshin regrut ushtarë Serbia marrë atë ku, edhe shumë herë vishin ushtarët djemë tonë të Kosovës në armatat Jugoslave, në ushtrinë Jugoslave, vishin në Kofoma. Në atë ku i masakrejshin, i torturojshin, edhe ju marshin edhe gjymtyr, ju marshin bobrek edhe. Kur vishin mi pru mi varrus, du më thonë, në atë ku nuk i lonshin as mi hap vorët për arsye se për mos më qelë Kofoma që me ditë që ka bo me Kofomën. Mas asaj fillum me dalë në qytetin tonë u thërke Skënderaj. Në atë ku t'irë Sërbicë. Po edhe në atë ku shkit, maltretojshin njerëzit, nalëshin autobusat, i zbrishin pe autobusave, i zbrishin pe kjerë, pe traktorave, pe kjerët kualve edhe i rreshin, i maltretojshin. Në për pazar javgjyshin senet me shkelma, njerëzit që kishin halë me shit, ata usilshin atë mënyrë sa që neve çdo ditë na hishin dhe më një rejtjen ndaj tyne për damët që na i bajshin në atë periudhë. Edhe unë si ri e kisha atë, dhe më thone, thesha qysh më ardhë vjen një ditë edhe na me ndalu këtë okupator edhe shpesh herë diskuteshëm edhe me SBP, me familjarë, dhe kur mo kjo shkelje brutale ndaj tyne, deri kur kjo padrejësie që po na bëhet. Nuk flej shumë rahat, vishin ditën, natën, kujtohen shumë raste që ju kanë shku njerëzve, ja kanë marrë edhe drute tyne në parabar, që i kanë prejnë maltë vetin, i kanë shtije edhe i kanë rej, edhe i kanë këthy në stacion, në atë kohë që ishin Skënderaj drut, edhe i rreshin edhe i shtishin me pagu. Kurse arrej patën ardhën një herë dhe më në familjen tem, kërkun në atë kohë këna pas bleni lavaqk, edhe erdhen e thërën babën tem, dëll baba. Para se me fillu lufta, dhe më dhe një kishë dhe një vjetë, para se mu dhez lufta kështu me dolju që ke janë skenë. Edhe ja kërkun babës armen, lavaqken. Baba ja pru një lavaqken edhe në atë ku i tha ka mundësie më na qitë kaj kafe. Baba i tha s'kem rrim edhe s'kem kafe. A keni, tha, uj me pi, tha jo s'kem as uj me pi. Tha i kem bënonët largë edhe kurse arrej as uj që ka dho me pi në atë ku.
disa vena ku ka pas frikë, ata kanë hije, kanë hangër e kanë pi, po disa familjes kanë pas mundësi asoj me pi. Edhe pe asoj kuhe e maltretun babën, e shajten e maltretun, ne edhe ne kapën për jakpëtën jakën e kimishës, edhe e shtetën, edhe ecen. Hajt, ko pas kohë, unë e prezent isha. Unë në atë kohë kom qenë ndoshta 15 vjetë. Po aty kanë qenë me leje. Dhe në atë kohë fillun me i të buar me të për arsye që ata këshin pas ditë që po sillet një grup që na se kemi ditë. Në atë kohë na e dishëm që për Adem Jasharin është të ju mbledh arme, të ju shku me morë Shqipni, edhe për me i shkep të populli, po aq kishëm besim shumë pak se dishëm a është naj komplot, a është naj dallavera, apo qa po bëhet, se kena pas, kanë qenë informacionet jo të sakta, edhe tashti në atë kohë, në atë farë krize, u kohë si me thonë, që ato e ke thonë e fjallë, tjetëri ka thonë ndryshe, tjetëri ndryshe, dhe u rrit një diçka që nështë ka mujtë edhe me pas pasoja. Edhe gjithmonë ina mundun heshtje me të i kalu ato sene. Unë se kom njoft si person, unë e kom njoft njëherë kur ka orë me matar, në atë ku ka orë me matar, ka orë veti dyti, kurse arrej me mjekër, se ta është normal jetujnë adin tonë, që është me mjekër, po unë hera pare kom po atë njeri në fshatin më kërmal, me një palë të ka qenë, edhe e ka pas një kalash mrena paltës, ka nej disa minuta, edhe u përshëndet atë me disa banor, edhe ka ecë. Është hera por, por nuk e kom ditë edhe kush o kohë dhe atë herë. Tënë po, ma vën kom kuptu që ka qenë Adem Jashari. Edhe hajt, filloj, lufta, fillon mi po televizje, unë kisha një motër të martune në Qarev. Edhe në Qarev atje po shkoj edhe me dhomërin, dhomëri ka qenë, ma e hershëm ka hinjen në UQK, dikon 97 ose ma herët, e kam një Hamit Hasani, ka qenë grupin me Suliman Selimin, edhe në atë ku, unë e shkojsha të ta, edhe o koni ud, jenë konë do uda me 2 reqë, jenë konë, edhe kishin pas më shef armet në mes 2 reqëve atë, edhe në bëllune me një farqylymi, me pak kasht edhe në bëllune. Une, thesha, se nuk e disha njëherë që ka unë ka ndodhë, aden. Po mas disa dite, 3-4 dite ndodhi një sulm unese në shkit për laush edhe për më shkun vojnik. Atëherë ata janë mobilizu, ata djemë të dhomëri ata, unë e orë me s'kisha në atë ku, im konë shumë ajri edhe nuk isha, unë isha për herë të parë që u njofta me UQK-n, për herë të parë. Edhe unë aty e lash, do më thonë nuk e zmadhova atë pjesë për arsye që s'do isha mi bo dam kërkujna. Bili me një shok, një bashkëliftetar, unë edhe kom dalë, kom shetit në për Skënderaj, në atë ku padhes, lufta mirë, a i kishë qenë pjesëtari UQK-s, Avni Hoxha, unë se kom ditë që ka qenë pjesëtari UQK-s, nuk ka diskutu me mund këtë qeshtje. Tani, masi ndodhi sulmi, une ju drejtova dhomër, tash dhomër, qa me bo, po ka duhe dhe në mo kyq, tha qyrëm dhe i bojmë armatim, ne. Shkoj një ku, armatim s'ka. Ndodhi rasti i Ligashanit, shkuva në Ligashan,
atë pjesë e kom pa, domethënë detajisht me sytë mi komplet, Ligashanin, atë vrasja, atë masakra, atë grunë shtatzane, ata 4 vllazën që janë të mytë, 2 ishin konë mrena të vranë edhe 2 ishin konë në kësh të vranë. Kanë qenë shumë gjenerate re, studenta, edhe ka qenë për mu shumë shokuse. Kemi gjetë trupa, dur, gishta, zorë nëpër gardhiqe, nëpër shtëpia. Tani nga atune që me thonë ja një javë ditë, kom hangër buk, po shumicën, domethënë se kam qenë edhe në moshë jo të madhore, më vike, më dilshin para syve dhe vetëm villsha. Shkun shumë njerëz dhe desha me ditë që ka ndodhur atje. Shkuva mu sodalizu me ata njerëz, me mbështet. U kthym masi tani vorrosë me kete, u bëja ceremonia aty në mas 2-3 dite, tash s'po më kujtohet ma sakt. Kej të bimi madh. Na prej asoj natë që ka ndodhur Ligashan, neve na kanë thirr, na kanë mobilizu. Dikush një lavaj, dikush një mazer, dikush 2 bume, na i kanë dalë, na i kanë dhënë, kemi bën roj ditën edhe natën. Ka shku edhe një periudhë, edhe kanë fillu forcat me ardhë më afru më afer. Kanë dëmot Nestrit, kanë ardhë te fshati Polac, në Morin aty ku është pozicionu forca serbe, edhe e kanë pas ka gjeni një pjesë, do më thonë që e kanë bikëshyra ata për mes dërbive dhe edhe vija aerore u konë dikon 500-600 metra, mas shumë të 1 kilometër për aerodrumi. Krejta të shtëpia i kanë pas nën kontroll. Une fillun mi quni grupë për Shqipëri, edhe unë desha me shku edhe vetë. Me jo bashkan gjitë se dhomëre smëjti më më siguru arme. Nështë edhe ka mujtë, po për arsye që ka qenë, më ka posi më është re, nuk ka dasht më më rreziku, më më shtijen, më bo pjestarjo që kësë, me jo bashkan gjitë luftës. Ato hypa një këmbje, unë një këmbje për Likac, masi i nahi ka orë një oficer, së më kujtuat me emën, se si kom njovë në atë kush ka qenë aje, kush aje, edhe më ka zbrit për i kumbi. Tha ti, tha nuk ba me shku, tha se je, tha i ri. Prindve si pa të kalzu heq, babës si pa të kalzu heq. Kur u ktheva, baba tha ku ke, tha shvaloj, mënuva me shku për Shqipëri, po s'o më lanë me shku. Tha tjerë janë ata që shkujnë. Tha tjerë janë ata janë zëtë të anek, ne edhe mu adin, edhe atu dëshpruva se, adin, nështë ta baba ka pas drejt, po unë isha i ri edhe për atë arsye nuk kom, unë i kisha 18 vjetë, dhe më thonë, gati pa i bot 18 vjetë, kom fillu me aktivizue si ushtarju që kësë. Për atuhit, kom takue Bekim Berishën Abejen. E takova në Garrapole. Edhe po manal kjerin, po merë me kjerë. Isha të isha në tërdes, kena pas ato i kom pas 2 hala. Edhe ty unë gjitë për me shkue prapë për fshatin tem më kërmal, më dufke Garrapole, Obrije, Likaf, se më lëshu tani për me shkue në më kërmal, kom në atë ku, po manal kjerin Abeja, Bekim Berisha. Bili ka pas një shprehi, vëglësh ja u bëjke, dhe më thonë ushtarve, adin i therke vëglësh. Vëglësh ka dhe, hajde, hinë mrena. Hajde, shkum. Edhe thamë karo hije, tha hoj, tha për një fli. Thash, komandant, thash, vesh kalzëm kur po vjen edhe flin ta qesën. Tha mas 2-3 dite, tha, vi, tha dhe ko me hongre fli.
O, bo, i kalzova ku e tek, erdh, abeja. O mor ato abeja dhe shkum në për pika, ku kanë pos më fillu pikat, në për në Trstenik, piken ka të përbol Trstenik, të është aja pjesa, tash s'po më kujtuhet bashkë me emën, po ka qenë, dëmo 114 që në atë pjesë, ka qerezi, po ju bashkë në qerez, ku janë prëk është, ata janë ka me komunës Skënderajt, shkum atë një pikë, edhe ju të regoj abeja qëfar qysh mi qelë pozicionet e kejtë, pe atë ujtë shkum në Trstenik, pe atë ujtë shkum në Bajnic, edhe shkum në Tërdevc. Dhe më thonë, në për pikat ku abeja i orientejke ushtartë, ata disa ushtarë, nuk ishë shumë ushtarë, po ata që ishin, për me qysh me veprue, për me, nëse në rast që vjen armiku, qysh me mbrojt edhe, ju të regoj qysh me bunkerat, disa e dishin kush është abeja, unë ma vënë e kom kuptu që abeja kishë qenë në Kroaci, tani në pota fatin me abejnë me nejtë pak ma gjatë, edhe për muaj njeri ka qenë ndër luftetarët matë zëtë në historinë e Kosovës, ka qenë një njeri motivus që për çdo ushtar ka qenë, kur ka thaj diçka, na ka shti në zemër atë fjallë edhe na i na ka në gjendje edhe tenkës me hypë me fjallë tina. Qaq ka qenë motivus, edhe ka qenë shpresdhens, ka dhe shpres, po dhe motivus, po dhe ka ditë me të orientu, me të mësu, o ka një njeri që sot nuk përmenet edhe nuk vlerësohet, sot do të më vlerësuaj aja figurë. Aja njeri, dhe më thonë, që ka dhe një kontribut të jashtëzakonshëm për menin. Mas 2-3 dite, erdhen dikonja 7 shlipera, 10 shlipera, mil në Likavc. Në atë kuhe, u dufke ka 1-2 vetë në përfshatën e marshin për miqu për ministë për Shqipëri. Dhe më thonë, i në gjeshin në gishta, kanë kalmi marrë edhe kujna i beseshin ma shumë, edhe pak ka shku edhe me një ofsi, edhe aja ku, kur se harrej, Sabit Geci ka pas qenë i plagusun Kagjaran në rastin e Ligashonit dhe Qerezit, edhe një migji jemi, Zenel Gogjuli, ka qenë komandant togi, pikës shkalla, fshatit më kërmal. Edhe shkon i thët Sabit Gecit, atë në spital, thët, a ka mundësie, bili 2 ushtarë me mi marrë, me mi qu për Shqipëri. Thët se më dojnë, thët edhe kam togi, ka nevoj ma shumë ushtarë, edhe nuk mujna me përbalue ndë një luftë ose ofenziv pa me pak ushtarë. Dhe Sabit Geci thet vetëm një mujna me ta marrë as ma shumë ju. Vetëm një. E caktojnë një dëshmor Faj Gogjulin. Rahmeti po shpirti, ajo vrahe në Trstenik në ofenzivën e para fundit, ball për ball, u vrahe me shki, ka luftu ato deri në vdekje. Atëherë, unë i kom të bue dikonja 10-11 këshi, kushërit mi. Kom thua, po vini në Likavc se komunist një kolon për Shqipërije dhe kush do marrë me muhe bashkan gjitën. Mu kam bashkan gjitë ashtë s'podia në ka 10-11, veç mu i me të rejt. Kemi shkarku mil pe orës 8 dhe në ora 3. Kretë me thonë, dhja kena hangën ajtro berek, gjysë berek e kena da, edhe qashtu kena punu, edhe kena shkarku ata mil. Bekim Berisha beja vike her pas here. Te mili vike edhe ato, une e pëqa
a bej poshtë Zotën a merë për Shqipni. Ma bejke, se tani ma në gjitin një fareme në Genci. Genci dhe ke je i ri, nuk ban. U e thash, po du se, po s'moj thash, po ajo bashkan gjitë ushtrisht lirimtare të Kosovës. Ban, shkarkun millin, u banëm na këtë bardh për milli. Aq traskapitun, sa që s'moj shumë as në kam qaj shumë e nejtë, se shkarkum shumë mill. Ata mill ke për zonë, ku kish nevoj që ish zonat e blokune dhe kish nevoj për popullat Drenicës. Na ta pisha që pithirin e këshin bo një bin, edhe komandantat kryesor ka qenë Suleman Selimi, Recep Selimi, ka qenë kë Shabashala, Sajt Jashari, në bin, Ilaz Derguti, kanë qenë edhe shumë tjerë që s'po mëj tash ketë me edhe i thirshin, Shabashala i thirke, ka qenë edhe Bedri Shala në bin atë. I thirshin, ren me ren, ata ushtarë që kanë pas me shkue për Shqipëri. Dykon kanë qenë nështë aja 60, 70, ndoshta ma shumë, ndoshta ma pak. Edhe u krya lista, mas asoj liste, jem hinje në resht. Pa thirreq. Në atë kur ka qenë pak se ka pos një farë disciplinë edhe o konë të në tashti mu që me hi pa vetë, o konë pak e rana, të nëse. Qona në hi atë në resht edhe, po më bërtet Shabashala. Tha, kush ta me hi në resht? Tha, shone po du me shku për Shqipëri. Ata kolegët e mi, ata kushëret e mi, mas meje në resht edhe ta. Shabashala, kurse arrej se normal, edhe tash nuk e lën fajtuar, po ka pas listën e të në kush ku me shku, edhe na ka ornue për me u hjek për reshti, për me dalën për reshti. Ato ka ndërhyje Abeja, Bekim Berisha. Tha mu që si ushtar shumë dëhen, që punojnë pej mëngjesit, pej orës 8, e dhe në ora 3, pa u nalë hesh të shkarku mill, thost millit, e në bashkë si bora, edhe kanë vullnetin, qështu të lëthë më nisë për Shqipëri. Tha, pej sodi, tha, këta janë ushtarë të QK-s. Atëherë, ka qenë një kofa të afer një bonar, edhe i kemi lasyt, se së shishëm, së në gjefëshëm, as një tjetërin, ata kushëret, nuk i njefëshëm një tjetërin, për shkak që u banëm këtë bardhë banëm. Pe atë ujtë, i na hypë do autobusa, une më ka ra fati me hypë një farë kamioni me një farë carade, me disa bashkëliftetarë, tash me mi o thonë. Ato kemi shku dë rrugica deri afer Glogjani, dikon janë një ore gjysë pa mrinë Glogjan. Kanë qenë dë rrugë shumë të këqija sa që kejta i pluni i rrugës, që s'ka pas zhavër, po ka qenë se kejtë dhe i plohen. Kejtë në ka hinje, mrena ato edhe kejtë në bon me plohën, me hune, me kejtë. Do më minzi që marë shumë frymë, qa që ke plohën i madhë. Besas në qëllej ka asuj me pishtu, me përbija ata far plohëni, s'na qëllej ka asuj me veti. Na kanë zbrit një farveni, se nuk i di bashkë, tash më thon ka i kera, bëshmi me thonë po të rej, se nuk i di. Ishëm ashtë të rritur, ashtë lodhën, na që këshëm shkarku mill, sa që se ki i denë. Hajtë po hajmë bukë qitash, hajtë po nalim qitash, u buara dikon 11 natës, kur kena mrinje një njek.
Këtu në Nglogjan, më falë. Kur më rritëm Nglogjan, e pom komandantin Ramush Haradinaj, Daudin e këta i pom që janë asajde. Edhe në fakt u gëzum që bëdojna me hi me hangër buk. Kena monale me hangër buk. Asa atë s'mojtë me hangër buk. Nashtë në atë kohë s'ka pos buk edhe normal se kanë ditë që shka një kolion e molla që shka në nena. Kemi pushu dikun ja 5 minuta imi nis, kemi kalu dhe far rrugsh, dhe far arash, ku atë në kanë gjuhë dhe Serbë në kanë gjuhë, kanë gjuhë drita për pjetë, edhe në kanë gjuhë mineve, në kanë gjuhë me kalasha, me kësi gulinëv, po për fatë mirë nuk u plagu kërkush. Ka ora 5:30 kemi mrinje në Junik. Në Junik kemi mrinje. Kur kemi shku në Junik, unë e kom mëra një gjami me disa bashkëfetar. Fakti gjetëm ato edhe do të që ishim pas këthy pe Shqipninje, të jarë për me hinë Kosovë, e banëm dhe vend që ashtu, po pe ecjes të madhe, edhe pa buk, mu e pulpi kamës, më dredhohet edhe më bjen, dhe më thonë më bjek nena. Që kjo pulp, po më bjek këtu për balë. Edhe në atë moment thash mahputi dikush, adin se ishëm në luft, thash ka him, se di shumë as venin ku i na shku. Adin na si të ri nuk e di shumë ka kena më drejtu, ka kena me shku. Më kanë marrë, më kanë qunë në spital, që ashtu të i bërtit, adin se ishë si më ta këput komen. Atje më kanë lidhë komen me zavoja, më kanë qitë në ven. Prej 8-ve që aty kanë 8-9 me ngjese si sa të kena hangër buk, derit nesrit në ora 5 mbrëmjes kena hangër buk. Kena u thu dikon, nashta me thonë 20 orë. Kena ecë ma shumë kam, dikon besa aty nga, kemi hi do mali që gjishtin syma të ashti nuk e sheshe u dhe këtë dërpërdore me shkue. Po dalë të buka ato, unë të më shumë, edhe kur shkum atje në menze, të shtrisë që këshin bo bukën, hangrëm shumë. Edhe në ra tëndë. Na më nëj buka, sa që veqës nga biket lik, se pa hangër. Kemi pushu, që me thonja, 1 ora 2 atë, ka ora 6:30 minis për Shqipëri. Ato ishin konë disa familje, pleq, gra, treja, fmi, edhe në thanë që ta dhëtë mi qu për Shqipni. Ta është i gjatë rrugës, ka jemi shku për Shqipëri, ka ndodhë jenë lëndu, jenë rëdzu. Na dovke ata të rëdzunit, lëndunit, me bo lese, pej druni, pej qebeve, pej shka mosi, pej rrubave, sene i qëtëshëm lese, kemi shku dhe ne nga rkut me njerës, se shumë të lodhen, disa ju biket lek, disa nuk më ishin se shumë rruga lartë, dikun ka qenë si sonte i na njës në ora 6, kur këna mrije në ora 7-8 në bramjet nestrit, kur pa nalë gati. Ma shumë kemi pi ujtë lumeve që rrjedhshin e për malë asajde, dikush e ka pas në i cëp buka ja, hangshëm na i farë lule, rrugës, ku e gjojshëm. Disa pjesë kanë qenë të minerata, rrugës, shishe, magard, vran, kual. Edhe në atë periudhë ka i na shku, shpesher gjujshin si raketa shkit në për pozicione ka i kishin. Më në fund, qashtu me njerës lëndun rrugës e sene, i qumë atje, tras kapitun, të lath, kur imi shku atje, në Tropoj kemi mri, atu vend s'kish ku me flejt, disa vllazërët tonë Shqipnis, jenë mënu me na gjetë strehem në për do far shkollash, do far venash ku janë do shtalla, kemi dalë, kemi morë kasht,
i kemi bo ata vena, kemi flejnë në kasht. Byk, kasht ka qenë. Me në gjesë kërë qeshe këtë, i në kone kryt e ke post blokune se të kry ke kryt pe kashte, pe byku, duf ke koni farejke atë, shkejshëm edhe i lojshëm flak qdo me në gjesë. Atu diso kam prit 3 javë ditë, si qift jam, 3 javë ditë kena prit, ka qenë ushqimi shumë i dap. Ka qenë ushqim patligjan, spec, kastravec, ka njëherë në vike një farë pite me makarona. Unë mos me koni ka ato, si jam koni ke shumicen, do farë hajnia që që dojnë gjela, pa kur gjon heq. Edhe shkejshëm veç t'ju ligna, se ushqimi shumë i dap, pa pastërtia ju nivel, flejtën jashtë, ma shumë flejshëm ka njëherë jashtë, se në bëk, gjithë në bëk, se me shumë e flejtë, se filloj shumë mu, me pas krumjen, ftyren, trëpe. Prit shumë, gjdo ditë shkejshëm, të shtabi në trëpoj me prit për me marë armatim. Je pa vjesëd. Njënën pjesë ka qenë kjo e Bukushit. Më thonë, ka qenë e Bukushit. Ata kishin konë hotela, në për hotela dhe ata kishin pas dikon me ushtruhe dikon mas pakti 3 muj dita, 2 muj dita, 3, edhe ishin kohë edhe mu paguhe, për me pages. Atje kom dëgju, për mes aty në ushtarve që i kom taku atje të këfarkit. Po, na nuk ishëm për me bon atje 2 ushtri, po ishëm 1 ushtri, dhe më thonë, na dëshëm e kohë veçëm ushtri jashtë limitare Kosovës, o QK. Hajt. Fillun disa mi ndrua të farmendimesh, fillun më kyqë në QK. Na ishëm se ata u armatësën ka shpejt, nas po armatusimi ka shpejt, ata në fakt ishim posë vendindja 3% edhe nuk marshin ata shumë njerës, po i marshin disa, i trajneshin ka 3-4 muj dit, po të na nuk u prit ke 3-4 muj, dhe më Kosova s'ka pas ku me ushtru, të atje me shku me ushtru, se kish nevoj veni për me i armateme dhe ushtar të ri. Kemi prit 3 javë dit, gjdo ditin mi qu ren me ren, shkojshëm te ku dhonshin armet të veni, të shtabi ku u shpërndojshin armatimet. Atu, kur kish nej pakic arme që vishin, ju dhonë këni grupi, edhe unë nes ka e farë grupi, ka ndu edhe për tyni që kanë rëmë prita, po ju mu që armatus krejt. Ka posë që jenë orë pis vicre, peja, ne dikush ka orë dhe me orë me dveta. Atje, na për shemull të kishëm pos pare, na kemi mujtë mi bledhe vetë. Po s'kemi pos pare tona, atje ish pas kohë pazari armeve, si tash pazari në Fushkosov që bëhet, ose në Prishtinë, ose dikon në pazar, me zgjedh dhe se cili arme, lej armesh. Nëse marshe me prek, se u dëvke me veta, ba me këshyr, po nëse e kapshe arme, nëse marshe, dilki ka gja shumë probleme ta. Kanë qenë një grup i mërzim për tyne, për Shqipnis, po kanë qenë një grup, kanë qenë shumë njerës të mirë dhe na kanë qelë dyrt, na kanë dimu, na kanë dhonë edhe buk, sa kanë pas mundësi. Po disa jenë konë që na kanë, s'na kanë prit mirë, disa, tash. Ata se cilë e din vetë për tyne, bili kurse arreja beja, shke i bleke ma gartë, kualt, i bleshëm, ka ndodhë një magare, këna blejë 3-4 herë, ose një koli. Vike tjetër dhe kjo koli jem, aj tjetër jo koli jem, u dëfë këmë edhe paret her ati, që mes me pas fjallusje, se na ishëm një vend ku s'dishëm, se atu ka pas të baj edhe sërt kanë pas të baj, se të bili na i kanë masakruhe, 2 ushtarë na i kanë masakruhe atje, në Trëpoj.
edhe në atë ku na ishëm hala pa armatosën mirë. Kur armatosën mirë, a besoj që na edhe në Shqipëni fishekin seve këna mojt. Orë mesja këna mojt fishekin seve për arsye që s'dishe mo ka moru, se u konë qaq ka qenë rrezik. Ata ty ardhë pej hoxhaj, ata është pej Tropujen hoxhaj të shkuat, pej hoxhaj të ardhë në Tropuj se di bash sakt, po i kanë morë me tesha, me kete edhe i kanë masakru, i kanë mërë. Ta është a e në ko serb, ta është nuk pidi, se kom pa, kush o kom, po kanë qenë një grup që jenë pagu, edhe pej serbeve, sidomos kur i na nis me shku në kur i qeshëm armatimin në pej Tropuje, kemi një javë ditë kina bojt arme, masi në armet, kina bojt arme me magar, me koal, për me qu dejt të kufini. Ka ndodhë shumë njerës kanë lyp pare për mes me gjuat që nga të kufini. Fatkesisht, po ka pos edhe njerës që të Shqipnis kanë qenë kraneve, kanë qenë ushtar me neve, edhe në kohë, qysh me thonë, edhe kanë dek për atë dhej, për ven, tunin, edhe në kanë bashkan gjitë. Po ka pos disa që në kohë vetëm ju ka interesu parja edhe si ka interesu kush jeti, a qa bëdë me bote. Dhe më thonë, në kohë disa lej njerëzish edhe në atë pjesa nejna. Tash, a në kohë pagun, që në Kosovë që ka pos, që edhe sot paguën pe Serbije, besoj që ka pos edhe ne njerë që jenë pagu pe Serbije për me bojë sene tila. Abeja ka qenë gjithë kuës me neve përveç se kër i na nis me orë për Kosovë, kër i na armatus, atëherë Abeja me Bedrishalen je nis me shkue për me këqyrë rrugën ka kena me shku. Edhe u konatë. Ta është na se kemi ditë ka qenë kolona e ga, dikun natë ku për monis për kënejna i na konë dikun mos gabufsha për minimi vetë. Pe atuit na ka morë neve dikush tjetër, edhe na ka prunge, na ka qitë në pritë. Kër i na orë në kofe, po fatmirësisht, kam pos më njës 2 grupe. Grupi parë dhe grupi 2, kam pos më njës 2 grupe për njerë. Në grupin e parë, kom bo pjesëne. Unë jem njës në grupin e parë. Ato, na ka marrë neve dikush natën, të menu neve që për na përcjell Abeja me Bedrishalen, edhe i na njës, kër këna mri të kufini, ato e ka shkrep një revullë. Edhe dhe me ka shkrep pahiri. Pa sinalizim. Kemi jesë dikon edhe një 1 kilometër a 2, u ka një farë të poshtë atë mëlshu, po ka qenë veni minirat. Ka qenë çdo pjesë gati e minirat. Në tonë duvke me shku dërë për dore, që mës me ranë minë, o duvke me mojtat. Kur kemi shku e një farë rafshe, atje një farë gorine, ka qenë mos s'ka pos as mal, as kur gjoheq, vetëm gorinë dhe ledino ko. Une si rije, mu marrë ke gjumë edhe shumë i lathë. Se pa të marrë disa herë dhe të kufini për me pro arme. Edhe gjithmonë kena pos pesha trona dikun 35 kila, mas pakti kena pos në shpinë. Or, do më thonë, nuk kone dikun 3-4 matur, një në rrugë, tjetra prapë më këthy, me marrë arme tjera, me pushue, u kone shumë e ngarkune u kone për neve. Qashtu kur mu marrë ke gjumi shumë, marrë ke gjumi se gjumi ish në luft ketë, po si gjumi me ta bon, s'pa ta baj ke kur gjonfi. Adin lodhja dhe gjumi. Na ishëm pa gjim gati ketë kuën se na dhe atje në bëk kur flejshëm, s'më ishëm me flejt mirë, na u presh gjumi. Komeci u pëthash do shukve, një farë bashkëftetarit tim, Bahreja, ka emni në shtë i Rezallës,
djali Malush Ahmetit, edhe i thash, ato kena pas si kryesues të grupit, i kërkova, thash, po nga june po eci si ma shpejt, thashe, po bi po flej, në qashtu në kolun, veç 1 minut, ka herë, po të njaftejke 1 minut me flej. Po momenti që bisha me flej 1 minut, ngajsha, sa ma në nalësha, kur qesha, që ata 2 minuta flëk të ngrinë, se edhe shumë ftëft të konë. Më të ngrinë ke flëk të fill të ftëftit atje. Temperatura ka pas shumë tëllë në konë, minusi dikon 20 gradë, veç u ko shumë ftëft. Qashtu une të edhe kur kam shkuet të mërëmën herë, jenë konë do shtorë para me, që me thonë ja, pas 6 vetë që në me mrite krytë kolunës. Ato, kur këna shku të që e ledina, një e ka dhez një kësi batari. E ka dhez një batari. Edhe pak minuta këna ecë, këna ronë mina, kanë rodo bashkë të thetorë mina, edhe më kanë ordë atë farë, e kom qyrë vetën, a më rëu këna i kënë dure, shtu adin keq që i ka, shumë minë e modhe ka qenë. Ato ne i kanë gjuhë raketat për pjetë, edhe ne kanë gjuhë pa nalë heqë, apo dërë me murtaja, apo dërë me minahesa, apo dërë me Gulinova, apo dhe me shnajperka, ato kanë fillu tani mu plagu njerëzit, mu vra, edhe mo nuk e dishëm ka me majt, mas 25 minuta voqun edhe helikopterat. Shtu që ka qenë një të merë shumë i ranë në ta minuta, se s'dishe qysh me vepru. S'dishe as ka po të vinë, ke pos pej 4 anë dhe na vishin sulmet, pjesën e majt, adin në gjdo pjesë, përveç mropa, po në ta në anë na vishin eve ato minahes ato. Deri një ku i nishëm kaloshat, automata, kështu po ma vën mos nishëm sen, nuk nishëm për shkak granatimeve të mëdha që kur në zonë ka janë kësin në ngurin, aja shumë kërset kështë i vesht, veç që as dilëshim pe veni pe aty në zhurë ma të mëdha. Edhe natë, ta shte pi bjenë, se natë ku jem kohë dhe i ri në fakt, po natë ku nuk dishin njerëzit që me bo a mu dërzu, a me luftu, se dishin as ka me luftu. Kurse harrej, ka qenë një fakt shumë i interesant, edhe nëse mja thot dikujna, nashta dhe ne merë pak, nashta se merë qërëzisht, po ka qenë shumë e vërtet. Vishin plumat e Gulinova, se nuk i nisha, po veç i shisha me dritë, të jarë shtë, pe janës të unë, vishin. Ato mu ka mush menja se shisha të plagun, shisha të i bërtit, shisha të vran, u të i largu, u banëm veç gjak, u gjakësëm, edhe fillun shkit më në vafruë sa ma ofër për më në nëzo gati gjallë krejt. Ato, se vetën me vra është pak e ranë, është, qërë me thonë është ndjenjë shumë e ranë me vra vetën. Po nuk dishe mo ka me gju se qaq u pështillën, dishe mo a janë shqiptar, a shkise, krejta i grupi që ish, u më nëshin dënë, nuk dishe mo kush është, në cilën se veni ish i për neve i pa njuhur. Në ata e kom pas një motër të vogël, në shpe e kom pas, u kom 2 vjetë. Edhe i kom shelë sytë për mjë dalë që aty në plumave për para, thash, tjela veti, fund, që mës tjesë ndër të kërkujna. Për një moment mu ka duk që jam në shpe, edhe mu ka diftu motra, edhe ma ka onë i busqeshje, kështu në djep,
mu ka duk vetja që jam për momentin në shpi. Ato ma ka dhonë Zotin një farfuqie edhe ju kom thonë duhet me luftu, zba mu dërzu, ju kom bërtit, ka menun që po bërtet nej komandant. Se s'dike mo as kush e komandanti ato as, se ka qenë, tashti, me thot dikuj që unë as në filma nuk shë qashtu nashta qase granatimesh, qase pes nëlte, pej në tana onve, ka qenë të gjuvesh neve, ka qenë një diçka një të merri i papar. Ato i na munu me gjuh, qashtu ja shqipshëm ato dritat nalë që i gjujshin, ja vgjujshëm me automata, ja vgjuj, adin gjujshëm tu ja shqipshëm. Zoti kur dhe me të një mund që ata mës më napo neve. Po për fat që lën Bekim Berisha që lën me Bedrishalën pjesën tjetër njën që najnë aromë prit. E merë edhe 500 vejt tjerë edhe niset për me ardhë për më nadol neve, më nadol në ndim. Edhe ju del për mrapa atyne, në atë pjesën tjetër edhe fillë lufta tani me ata. Sa për mu tërhjek na, tash disa kanë me të plagun, disa i kena marrë plagun, disa kanë lo amanete ato, e dishëm na lëpshin uj, së më ishëm asuj me odhon, se s'kishëm asuj me veti. Po edhe e dishëm që momentit që dojmë uj, momentit që pi uj, adin vdes ma shpejt. Po amaneti ty në komës milion atë. Adin, pi dishëm, e dim të këtë që po desëm na, po vetëm që të mës në leni. Vetëm mës në leni në dur të shkive edhe të dekon. Tënë, s'po dojna më na po as dekon, tënë, se kesh njerëzit aty që i këshrë granata, i këshpo dur, kom, se tashti, po pavarësisht na po duhet me full të sene, se une ndina shumë keq që edhe familjarët edhe ata njerë që i kanë hub më të dashët e tyne, ata bashkëthetarë tunë, sot janë dëshmorë dhe falë tyne, gjaki tyne, sot na egzojmë lirin. Une pi fulli disa sene që une nështë ata s'janë, po une çdo herë, tham, kur mujna me avkëthy atyne, një farë mënyre mujna me avkëthy e senet për familjeve tyne dhe ata me konkrenar me neve e me qytetarë tunë për me dalë nasi shqiptarë që e gëzojmë lirin, me shku aty në familjarë, me vizitu sa ma shpesh, me ko për këtë atyne se vërtet ka qenë një kontribut shumë i madhë i aty në djeme, i aty në vajzave që i ka më për venin tonë. Une e kom përjetu atë sene, di, unë vetëm që s'ka më vdek, Zoti s'ka dosh me ma morë shpirtin, po këta ndjenje di edhe që shka qenë, se na shumë herë edhe jemi halashtis me tukë, me dil, me pëtën, kemi thonë 2 minuta, s'kemi jetë ma shumë, po falë Zotit, falë bashkë luftetarëve, falë NATO-s, falë sot Kosova është e lirë, po jemi me të shumë rapa me dosene, kemi harru e shumë shpejt gjakun e tyne, kemi harru sakrificat, jekijat, sot shë edhe sot edhe dje dhe nga pas lufta, nuk shë naj përparim që e bojnë për këtu kategori të luftës, as një institucion, vetëm fjallë, vetëm kur ju vynë për vota tyne, i përdurin të njerëz, fatkesisht, ta do të me trajtu, do të me qelë në spital, shëmica janë me trauma, janë me ongthe. Unë vetë kom po 5 vjetë, kom po ondra, mas lufte 5 vjetë, tashti unë si person, bashkë sot kom qenë të neurologu, bashkë sot kom shku edhe disa ditë ma mëti kam shku edhe disa muj, për këtë qeshtje, për qeshtje që na jemi met me trauma, kemi nevoj mbështetje, kemi nevoj me na trajtu që shdohet, nuk po thujna më na maru shpia, ose dhe po të pakte një fjallë të mirë, mos më na fy, e kanë bon gjatë mi ushtarë, kjo është fyrja ma e madhe që ju kanë ndodhë njerëzve të atyne që kanë do kontribut dhe që jenë konë ushtarët vërtet.
Ka qenë një diçka që unë se do mja marrë me thonë diku jam pjesëtari që kësë, për shkak tyne njerëzve që e kanë rritë numrin. Une tregova vetë që kur im kthy në Shqipëri, unë im kom veç gjak. Më kanë radha copat të ndryshme të gurve në për kry. Kër im shku unë mu, ketë kry të letë e kom pas, kër im kthy për zdy të herë në Shqipëri. Im koj lëndun, nuk një mirë, pëtën, pe granata. Edhe sët, mas lufte, une, kur i ardhë për me marrë këto të invalidit, nuk e kom pranu. Se kom pranu, se une e kom po bashkë luftëtari jam që e ka hop durën dhe kamën dhe s'kom dashtën e me mjë bon, me hi hak ati personi, edhe që një ku kom qenë edhe me social kom qenë. Me social, i kom mojtë 4.000 me social, një ku, po si kom hi në hak bashkë luftëtarit që i ka hop që më tyrë të trupit. Po sot, ka plët njerëz, në Gjermani ka jetu anejna, në për Zvistra, në për anej, edhe merë edhe të invalidit, edhe të veteranit. Unë asë të veteranit se këzej, për shkak se unë jam një punë që punoj, e unë s'kam drejt që punoj. Unë një vetë kom punu mas lufte në gardën e Kosovës. Pa asë një cent kena punu, jo veqëm, po plët bashkëftetarët mi. Kur si në shpërblidhë dhe kur nuk janë thirë për një mirë njohje, me thajtë t'ja vojmë një mirë njohje dhe si ti përmenu me emna, ose t'ja bojmë një organizim të pakten me falendëru se cilin për kontributin që ka dhonë. Asë njëherë, se cili këshyrë më bojë, ma patriatë se tjetëri, që unë thamë, ku ka këna ka unë, kur e një t'i full fjallë të luftës, që na unë shumë mirë, për shumë njerëz i di kush ka dho kontribut e s'qa ka dho kontribut. Por neve në disa njerëz nuk le kanë dash të ofar. Se na si këshëm lo me punu e shtremt, as një. Na vetëm drejt, se na e dim që shofitu qëkjeljeri. E dim që ka kena përjetu për qëkjeljeri, edhe dim sakrificën e aty në njerëzve që kanë dhonë, që na kanë ndekë në prehen, që na kanë lo amanete, e që kena bojt, e që kena mujtë me dhonë dim, e që kena mujtë me dhonë as një ilaq për me a thonë që që mere që tonë se po dhe me kena me të pështu. Për arsye se s'kena pos kushte. Për neve ka qenë shumë e ranë, kur ti s'ki mundësi me pështu një bashkëftetar, ose një shqiptar, ka qenë diçka e shumë e ranë për neve. S'kena mujtë me arrume me dit, me muj, ftyrën aty në personave. Për atë arsye në kom po omra, mas lufte, 5 vite unë jem quë si me luftu e non-stop. Sot, nuk shë asë një lider, asë një institucion që merret të pakten me shëndetin e bashkëftetarëve, që nuk merret me çfarë kushtesh jetojnë, çfarë brenga shkan, apo mi pas një numër që duhet përveç se na du të me shku mi pagu ka një librez që atje, te shoqata invalidëve, vetëm për librez një, nuk një për diçka tjetër. Edhe shkojnë bojnë sene selektive, dikuj një dojnë mirë njohës, nuk jam mosh për mirë njohë ma oqë do kosh mu. Unë mirë njohën kam që ma oqë dikush që ka luftu dhe në fund edhe ka mojtë pushkën dhe në fund. Edhe u kohë atë me neve. Mu s'jam unë më do mirë njohë dikush që ka të zërtu, unë s'jam marë mirë njohën atina. Se s'm dësë, kur e shë mirë njohën e një personi tilën e thamë kush ma ka o mirë njohën që një njeri që ka dëzërtu. Plët ka. Në fund të luftës kanë me dikon me thonë 9.000, 10.000 vetë. 10.000 vetë si janë konkret Kosovën. Edhe ata që kanë mojtë uniformen edhe armen që në kohë se tjerë të gjithë kanë në gjormet, kur kanë ardhë me tesha të reja për Shqipnije edhe me fotografi ndryshme, të lullëzu dhe sët, mojnë puste ma të mira se one, duke u thirë në luftën e ushtrisë ligjërimtare të Kosovës, që pa e bon as të ikë, të i dëzërtu, edhe të i thonë sene që s'kanë qenë vërteta heq, që kanë ajtë me gra.
Ushtarët e vërtet ju kanë ndihmuar përveç familjeve që ju kanë ndihmuar, ju kanë qenë mill, ju kanë qenë strehim. Vetë unë jam ai personi me shumë bashkëfetar të mi. Kena lëshu ven, kena flajt në tukë, kena flajt në kosht, kena flajt në lloj venash, i kena strehu familjet, kena shku, kena marrë në drenase, ku kena mujt, granim, thëmi, kena qu për berish. Ka ndodhë bashkëfetar të unë edhe në vrat, ju shku me marrë, me hjek pe i drenase, me quë në për vena ku janë matë sigurta. Kur nuk përmenen këtu? Përmenen njerëzit që dalin në media, e din më shtymës veti për politikë. Politika është interes. Politika është, nëse ti ki interes në politikë, ti nga në mas politikë se ki qehë më varë për një politike. Pa varësisht çfarë politika është e mirë e keqe. Po liderët tunë janë shumë poshtë për arsye se nuk merren me baza kryesore, me gjëra kryesore. Gjërat kryesore janë shumë domethënëse për popullin tonë. Shëndetësia është numër 1. Siguria është numër 2. Në Kosovë, ekonomia është numër 3. Këtu asnjë, ndërtimi i rrugëve, ndërtimi i spitaleve, ndërtimi i fakulteteve, shkollave, e shumë sene ndërtim domethënë për objekt për trajtimin e njerëzve që kanë pas nevojat luftës, që janë veç ushtarë të QK-s. Ka plot femna dhunune me trauma. Sot janë me trauma, s'din as ku na mi kallzu, as ku më drejtu, as të e mojnë më sheft. S'ka një organizatë që dele ban verifikimin edhe që e thet nalë ka dali, i morin ka 2-3 që aty, edhe kur gjaheq me 2-3 s'ka qenë. Shkavë ka bo e gërdik ka mujt. Çdo pjesë të Kosovës ka bo gërdina. Çdo vend. Dikun e ka ka ma shumë, dikun ma pak. Kosova është e vogël, është e junja, na kena luftu ushtarët të QK-s, s'qenë hime luftu për një zonë ose për... Gjithë janë kohë për një qëllim e kanë pas, shlirimin e vendit tonë. Sot, fatkesisht, janë të shkel të vlera, janë të shkel të bo politik me këtë vlera. Jo sot, po ka kohë me këtë vlera që bojnë manipulime sene. Që sa kanë mujt me bo me ditë sa ushtarë të vërtet. Sot, nestra më janis, mrena 3 dite, një javë dite, e din kush ka qenë ushtarë të vërtet. Qëllën brigatë s'ka. S'ka brigatë që s'ka. Për mendimin tim, ta manë ushtarë të vërtet që dhëtë me kanë që kanë, se tash se në me të vërtet, tash dhja i kia edhe se shumica ushtarëve që kanë najtë në frunë të sene, disa dhe kanë vdek. Një pjesë e tyne dhe kanë vdek. Po ta manë ushtarë që jenë me, ta është përveç të atyne që kanë vdek, janë dikon edhe 70.000 ushtarë që nashta mujnë me kone gjallë. Brigada jonë i ka pos dikon 800 ushtarë në atë ku. Brigada 113 i ka pos 800 ushtarë. Brigada 114 aja i ka pos ma pak. Brigada 111 i ka pos 120 ushtarë. Tënë, sot dikon numëruhen, dikon ja 3-4.000 ushtarë, dhe 5.000 shkujnë vetë në zonë Drenicës. Ta është të krahasohet zonën e Drenicës me zonën e Llapit edhe Dugaxhinit, prap zona e Drenicës jetë në rregull kundrejt tjerave që unë shumë herë shoh që se cila zonë, edhe zona e Dugaxhinit, edhe zona e Podujevës, kanë shtue aq shumë ushtarë, sa që mdukët edhe fëmini kanë bo ushtarë. Kjo është fatkesia ma madhe me ahub perspektiven ati që ka luftu për vendin e vetë. është e patolerueshme kjo. Unë si a foli si bashkëfetari, do mos si luftari i vendit tem, kur nuk ja foli aty në njerëzve që në hinë hak, ju kanë marrë hakin e njerëzve tjerë. Nuk është puna e një penzioni, po është
diniteti, respekti edhe më vlerësu kush ka qenë. Tash une ka ndodhën jam shku të mjeku, spital jam shku. 3-4 herë ma ka lyp mua një dokument. Sa herë jam shku ma ka lyp dokumentin, jo se s'po mujna me të besu. A din sa herë është kur ty s'të besën, a i ka drejt se s'të besën, se ja kena apru punën mës më na besu, a jem kon shtartu që kësa si më kon. Man, të para shumë njerëzve ata të nolin qyrin, thëjnë mëra, kjo jo për rajka, jo s'për rajka, jo për rajka, dikush të të adin do që të ngjujnë, po kec mujnë me nëgjuft. Edhe kjo është e ranë për neve. Na i na këthy prapë Shqipërimi, këthy me shumë plagusën edhe me të vranë. Kemi dalë edhe të nesrit, edhe 2 ditë rënë kemi dalë se na mungeshin pjestarë që ishin ko me neve. Na kena kërku, ditë të nati kena kërku ata njerëz, deri sa kena zbëlu që ka ndodhë me ta. Une ato nuk e kom njoft, as e di, shqiptar ka qenë, një e di që në Shqipni kur ka shku, dikush o merë me ta, po kush o merë nuk e di, se si më ka në ngjarje. Po, ka qenë i Kosovës. Para se më njës kënejna, të nga të kufini atje, kanë gjuhe disa qëpnis me kalasha. Ata gjithmonë shkiti kanë pas do aeroplana vëzhgus kësi të vogël, që e vëzhgëshin terenin, e vëzhgëshin, keti dishin, vëllaj, tënë, po kanë pas edhe pe atyne që kanë do informacione, ka kena me shku, që kena me bon, sa vetë jemi, krejt. Një ku na kanë pas bo fotografi atje, na bajshin fotografi, s'dishëm as kush për na fotografën, mos di as kujnë met ato fotografi, njerë mos dilin fotografi, tani dilshëm na fotografojshë, një është i ju, një është tani, kur ato fotografi, ka eri shë një ditë një televizion, s'po më kujtohet që liqiti, kënë disa skena që i mikana dhe nësajde në për ato vene, po adhe në fotografi nuk e di ku kanë shku. Po nëse këna pas problemin ku po shkujnë, se kër na hi me një qëllim, se ndur shkaft, unë për veti, jam pas betu që ndur shkaft mësë më rast njëherë. Se rastin i Gashanit, unë e kom po që ata s'ka ditë mirë, ata janë vetëm gjakpirsa dhe nuk ka ke qenë fëmija, ushtara, plaka, qëfar dhe personi ke qenë, për ta ke qenë në shënjestër me të prej, me të gri, me bo sene sa më të kësia ndajteje. Mas 2-3 dite, kemi pauzue, imi qyrë qa kush u vrak, qa po na mungojnë, qëllë njerëz, qëllë janë plagu, disa nga ta ka nejtë edhe për Shqipëri. Për vendet tjera, Gjermënije, Zvicera, ne kënese u është keron për ta dhe nuk mujte me përbalu. Unë s'kur se arrej, një do jemi më pa të thirë pëj Zvicera, tha po vi për të marë. Fakte emni jem ka qenë për në Kosovë, kër i naron prit, dhe me kun jem vra në kofe, disa kanë dëpërtu edhe kanë dhonë si lajmë që unë jem vra, kanë dhonë edhe media që jem vra. Në atë ku, mua edhe e ma kanë qelë edhe të panën në këtu në Kosovë, edhe për shumë tjerë kanë menu që jem vra, po unë isha gjallë, se s'kena pas komunikimin atë ku, s'kemi pas telefona qysh me full, kër e na njësë për, po unë e kom një masje marë këtu për atë në gjarën që unë me kanë qenë në panën. Kër e marë këtë të shpia, kër e marë këtë në katër. Pe atuit i na organizu prapë. Në ka marë Bekim Berisha, Bedri Shala edhe në ka prunge deri një nik. Ato Farrush ka qenë shumë të mërshme për të kalzaj që veç mi menu se të thamë qysh ku mujt me ra, në të gjitha të Farrush, rrugë dhis, tënë ka qenë në patë bo goma që kaq, pislethi, në ra, dikon një avë ditë veç me ecë,
eth bera në matim, ra më prit, këthema nej, në kom me mizi që rishëm. Ejna nisë që ashtu, hajt, si ka gjaf tëftë, prapë unë ngarkum me ka dyarme, me fisheke, me mortoja, adin që këna pas mundësi këna marë. Në rani natë me përshute nga të kufini, o koni i malë, s'ka pas shtu, adin një gjithë një vend që me përshun të. Ose dëfke nga të një lisi më pështet, që mos më rëtullu, se kom shumë problem, o kom të mi përshu kamt, të qitë që kom të push me flajt, po nuk të pusheshin kam, se prej kej gjakit që kej kamve. Edhe ashtë shumë njërë ta, e pa të mdhez në një zjem atë, para se me shku të kofini, shumë ma lashtë të kofini, o ka. Edhe u afruva nga ati zjemi, po qashtë të njërë ti kom afru kejtë zjemit afer. Sa që, kurse arrej, mund kish pas një dhe flaka. Ka një flaka në uniform për mrapa, është në këmishe më ka kap, edhe se kom një në hese, kom një dhe kër një në qua ta shuk të më kam pa, edhe më kanë shim. Më kanë shim atë flakën. Njonit që shukorat, bumja, ju kishje këpe këmishe, jenë kom të farë gjyksuara, ju kishje kështë rakatalis, dhe nga të zjemi, për fatat të një farë droni, o nalët afer droni. Najna kon ketë për rreth atë, o shtartë nga që ati zjemi të ju nëzëj. Unë e ketë gati në zjem. Shtu që ka pas jekina, këna nejtë pa bë gati 2 dit atë. Unë si i rije, e kuptuva ku janë stanët. Pa ta uni, pa ta shkuve të stanët atje, ka pas shumë edhe njerëz edhe shumë të mirë edhe për Shqipnije që na kanë ndihmu shumë. Kurse arrej, na i mëshën shkova veti dyte, na i mëshën 4-5 shisha me qëmsht dhe buk nore edhe buk kalamoqe. Po tash na ishëm shumë atë, dikon ishëm, se tani unë isëm gati këtë grupi për njerë. Ju në pjesën e parë kënë e prit, po pjesën e dytë që unë isëm këtë grupi, dhe unë isëm afer 1000 vetëve, e ma shumë, për në Kosovë. E disa ishin shumë mund, tash kam i da atë bukë. Nuk dishe kam i da, e qashtë latjen ka, që më mizi që ishin kyte nishin erën e bukës, erën e bukës, edhe oa ka mundësi mu dëdhin. O dërke ka 2 kafshatë se cilit me avome, edhe me një gotë kapak me qumshtit, vetëm sa me mbjetu. Ka qenë edhe për bukë, ka qenë shumë vështirë. Një kërë i na ardhë, në tu edhe atëherë e më pa dhez tenkat, o dhezën tenkat, fillum menutëm që ramë pritë ato. Ka qenë një malë qaqë si mali i të mërshëm, unë s'kisha po, jetë a jam s'kish po. O sëllëshe, tu ti po delët njëjtë i lëven. Adin qaqë u koj të ishe s'poje, se ti do ishe me kalu atë farmeni sa ma shpesh, se unë ishin tenka ato dhezen me ngjes, edhe ato momenti që dhezen ato nëzojnë pozicione. Ato kur se harrë, jenë njësë disa bashkëliftetarë, bili një bashkëliftetari jemi, ka pos shelet prejnë ma pusht atje kësi lisa e do sene, kanë nga me hazë, shtu, për me nga kur dhezen tenka si ishin ka ofër, për më lëshuna ma pusht që më hikë pej, se me nëftëm që jenëm në tenka. Se ti një ven ku ti se din terenin, ti se din as qysh me luftu, se din as ku janë, se din as ku i kitë pozicionun forcat. Ato kanë zonë në për ato farë deksh, ty kam, ty dur, ty kra, ty gishta. Dhe më thonë, dikon janë 25-30 ketë për gjakën ketë, i kena morë gati, la më banën në të farë pjesë që ishin kotë prejnë në të farë rrugë. Se mo për mina s'di, mo si shumë mësh mina, bje mina, s'bjen se u ledhëm, kishëm që vetëm mo kryja a i farë emisioni, me ditë
ja gjallë, ja dekon me departu për ati vend. Shkum një nik, kish pos luftime një nik. Ato një pjesë i shkon fark, do farë emblema shfark, ku shkum na kishëm do emblema, i hekën ata emblemat e farkut. Tha na ban edhe neve më në elona që të që kësë, po borë na, për një arsye jemi krejt, ta shte, ja, për i sudit jemi që kej, në runë emblemat. Po deshin me kon pjesë e u që kësë, deshin me kon kejt në emblem, nëse ishin dy kush fark, dy kush ashtu, mu dëke politike, apo kuptan. Na ishim për një qëllim, ta shte, pse me pos dansi në këtë farë drejtimi. Unë nuk jam ko kundra jas 3% në atë ku, as jam ko kundra i Rëgovës në atë ku, në një lidere këna pos Ibrahim Rëgovën, para se më dhe lufta. Po mas jo dhe lufta, ai qysh me thonë, na kthej shpinën, nuk na mbështeti, na pritëm me qenë po na mbështet, nuk na mbështeti, pritëm, kurse arrej mu ka vra muni, ishëm të nguni se po dal një temë tjetër, është ta sprish punë, një farë Skender Shala, sa dështë dëshmur, edhe i kishëm dë radio dhe i qevelës, edhe ishëm këga pjesa e vuqakit në Gruvcit, edhe ato, edhe Ibrahim Rëgova fuli, tha, ata janë terrorist për ushtarët e OÇK-s. Edhe ngum bashkë me atë dëshmurin, që ose dëshmur. Tha, ku, për pse bre, tha, terrorist, na, tha, për vend të unin, jem të luftu, qysh terrorist, na. Din, na këna pos nevoj për motiv ju, për fjallë tila. Mas 20 minuta mu ka vroj bashkëftetari. Që me thonë, njerëzit kanë, sot jenë konë mërëna 1 minuti, 2 so konë, se qaq ka qenë lufta shumë e ashpër dhe shumë e madhe. E masa nena, ata të farkit u këthyn këtë u banë në ushtarë të OÇK-s, kemi luftu krah për krah kemi luftu 2 dit, abeja ina mundu me mora abejen me veti, për kënejna Gloggjane, kënejnë në orë Drenic. Ja, tha, unë kom u këthy prap, kësu atje në Shqipëri, tha, dhe kom e morë, tha, me pru prap tjerë. Ushtarë, kam, tha, punë shumë, tha, unë kënejna. E ljo që më hajde, bre, hajde se po vim na me ty, ja. Ka qenë njeri, une, kur u vroj, ai për mu ka qenë baba i dytë. Jo veç për mu, po për këtë ata bashkëftetarë, ka qenë njeri që i ka nejtë gati ushtarëve, i ka dasht, ka qenë, gjithmonë ka ecë para ushtarëve, gjithmonë u shkue, ka këshyrë terenet, mas pari, a është zonë që duhet me shku qanena, tani na ka quneve. Gjithmonë ka riziku dhe vetën mas pari. Ai me gjithë Bedri Shalën. Bedri Shala ka qenë njeri ma i afri tina në atë ku, që kanë qenë dytë të pandashëm, po kur i shishe si dylana, ta dhonshin atë motivin që çdo sen kena me arrit me ata njerëz. Kur e në vra, kanë lënë shumë zbraste, kanë lënë ushtërinë qlimtarët Kosovës, edhe si kur t'ishin konë hala gjallë, po edhe t'ishin vazhdu, ata kishin dhënë një kontribut shumë të madh për këtë vend, sidomos të ushtarët e OÇK-s, kishin dhënë shumë prova të mira për qysh me luftu armikun, po fatkesisht ata vrajtën ty luftu, po neve na lanë një zbrastin shumë të madhe, edhe me një dhimbje shumë të madhe për ta. Na, kur erdhëm, na vazhduam për Drenic, po unë i rash në për Malisheva. Malisheva i shkon t'ju largu njerëzit për Malisheve. I shkon t'ju prit një ofenziv atë. Pe atuit i morë në Grafc. Në Grafc, më kanë quni në ku është shtabi atë, kom hangër do buk, kina orë me do traktura, me do... Qysh kina muj kina orë deri atë. Në Grafc
më kanë marrë dhe më kanë quhe tani, veç më kanë dho bëk, tha për shop pak, më kanë quhe në Llapëshnik. Në luftime. Pe rrugës drejt në luftime. Po kurse arrej, mu gjumi në rëvë marke. Adin, s'kishëm pik fuqije, ishëm aq traskapitu në aq, pa hangër bëk, kështu adin, hangërëm na bëk që aty, po ish e pa mjaftushme. Ishëm aq lasa që na dëshëm bili me pushue. Ke posit ashti kur shkën një sport se lu një futbol, a pavarësisht që ti dë me pushu. Po na kishëm me javë tëra, kishëm asi angazhime shtrona, e sfida, e luftime, e sene, edhe kishëm aq shumë nevojë për gjëmë, se ishëm ma shumë ishëm pa gjëmë. Pasha Zotën, kurse arrej granatët afer më bishin, pse isha mësune me granata, nuk i kisha mo fort problem. Adin, granatën mu bohe, i ndisha në vike si nëzet, se dikur kur djesi e nëzet ato e kisi afer, o në vike si daj nëzet, i disha si nga të kam. Po, ka njerë po bëjki njëri njejt, që s'po priteke mo as me dek, as mo vras po priteke. Dhe në ish qasi ndjeni që po lashe pe shumë seneve që po ndodhshin, edhe në si ri, edhe dikur thash, ka shkru mes tjeki ma shumë edhe. Po, Zoti mrujti, masa ne vazhdum luftimet, erdha në zonë të në Makërmal, pike në shkalla, pe atujt, muhe, me Nasuf Gogjullin, Mustafa Aslanin, ata dy nuk jetojnë mo, njën Nasuf Gogjulli është vrat dëshmor, kurse Mustafa Aslani ka vdek kështu pe e gjeli, edhe na kanë qunë njësi speciale. Njësi speciale, kom nejt dikonja 2 muj dit, ato, po arsyeja ka qenë që une u helmova ato, për shkak që ka ushtrejshëm, na vike, shtu pastërtia ka qenë ju e në regull, po kur hishëm shaturat plastikav, ato qërav në bëjshin me elna, adin elna, i vike era, dhune atë ere kisha shumë bezdi, sa që u helmova, mos me shas me marrë bëka, siq. Ja, 2 javë dit, jem konë qaq keq, sa që u do më këty në shpi, më erdhe në mërën, më qunë të shpia, edhe veç vellësha. Adin pej mhinja i fardumi mrenë më hini, edhe s'më isha me bjetu qatë sen. Mas i bona ma mirë, shkova dhe njëherë mu kyqa, pet njësi speciale ato, më thane e kena plëcu njëherë numrin, tha po veç kyqon në brigadën 113 me Krasniqi, po prap krap për krap me njësi speciali në ka, çdo luftime me bashkëluftetar, Besim Aslanin, Enver Aslanin, Fadil Aslanin, Sokol Gogjullin, Zenel Gogjullin, ai ka qenë edhe komandant Tugi, Shefshet Aslanin, tani ka qenë Ilir Aslani, edhe ai ka ra dëshmor, Faik Gogjulli, edhe ai ka ra dëshmor. Plot tjerë, dhe më thonë që s'po më kujtuën tash shtu me afajna gjithë, po të gjithë kanë qenë bashkëluftetarë shumë të mirë dhe dhe në fund i kanë qenrue uniformes, pushkës edhe gjithmonë kanë qenë në për vijat frontit deri në fund. Shtu që unë jam mirë njës për ata njerë që i kanë dhënë një kontribut, edhe sot heq nuk ju një jetë zoni, as nuk i interesojnë poste, as s'ju interesojnë benefite, ju interesojnë vetëm ato që e kanë dhënë për këtë vend. Si shumë aty në njerëzve, si shumë ata bashkëluftetarë që për me kanë liftu, e folin sot edhe njën mas pakti, po une kisha pas shumë qef që ata njerëz t'i falenderojnë, t'i afrojnë nga të veti, jo veç për interesat punës ose diçka, po të pakten t'ju thirrin, t'ju dhojnë mirë njohje, t'ju tregojnë çfarë lufte kanë bon, te kanë bon, po jo të mburën disa njerëz që mburën veç vetë, nashta
me vetë ku je konë, qëllën pikë je konë, ose qa ke bon, s'te nas me tregu. E unë e ketë pikat i kom qysh me thonë jëmë shku në për ketë pikat, po Lac, Makarmal, Razall, Morin, Bajic, Malishev, aty u konë një vend, aty kanë qenë, të hinjë forcat serbe, në fshatin Tërpez, aty kena luftuar me shki, nashta as 15 metra. Ke puna ata tentun me hinje, se ka qenë një popullat e madhe në Berish. Po, na ishëm në fshatin Tërpez, ka qenë një Nagji Krasniqi, Lumni Krasniqi, Dan Krasniqi, kanë qenë lëmfetar shumë zëtë dhe ushtarë tjerë, po s'më kujtuën bashkë me emnët, ka qenë një komandant Betuni, ai ka vdek, Rahmetlia, ka qenë në koket ushtarë shumë të mirë. Po, qa qafër kena luftu me ta, sa që nuk dëshë me leon Serb me depërtu edhe me shku në Berish për arsye që ati ka pas popullat shumë të madhe. Edhe dishëm që ka ndodhë, nëse hinë ata në qatë popullat, dim që ka ndodhë. Ka ndodhë në ka ardhur nesa më të rjek, nashta me 10 herë, më të rjek për ati veni. Të rjek nësës. Sa që ka ndodhë, orë ten ka më nashkel. Mi kanal ku e kishëm kanalin ato që luftëshëm, mi pozicion, e gjujshëm me një farë minahesi, me një farë mortaje, e gjujke një bashkëluftetar, se s'ja që lejke. Edhe shumë ofër, po për shkak frikës nashta që e ka pas, edhe për shkak që mos të vjen, se a e shumë ofër, ka qenë tank Leopard e Rusisë, në ata dashti Zotin, nësë më ishë me dalë mas për Erovës, nësë më ishë me dalë. Se e ka pas një farë këse që gjujke, momentin gjujke automatikisht, u silke dhe gjujke se shike njerin. Ose ku gjujshe të ja, gjujke direkt gjujke. Po ja prishëm për fatë mirë atë farë, ja prishëm një gjujke anë një oknej, ja prishëm atë sistemin. Po nëse e drejt për neve, në ta Zotin jo, edhe o qunatë. Neve atë tank në ka kallë, o mënu me i ke atë tank për neve, 50 metra në ka kallë në atë tankën parasy, 50 metra. Ta një ka hi tank ka vren, ka gju kaset bomb, në atë farmoli, hera parë, që i kësha pa një sen t'il, unes, nashta e bojnë dëfarë me tash GPT-ja që po djën i bojnë dëfarë senësh veç, unë e kom po që i moli që është të ty livrit, të dëke që po lumë këtë të ka, unë veç në qatë ku kom po. Ato ka pas humbje shumë të madhe, ka pas Serbi, ato koordinatat i ka dhone, dhe gjumë që i ka dhone koordinatat Hashim Thaçi dhe Kadri Veseli, që janë pozicione qëtu janë. Ato NATO në ka ardhë, edhe në ka pështuhe Zoti, NATO, se në sot si shumë heq, shumë bashkëfetarë, besa ata ishin hi edhe në për populatat i nalë. Po, do më dha ka qenë se funi, na ato kena mujtë mu vëra, po rezistimi ka qenë nashtë edhe 5-6 orë, edhe ata edhe neve mëna shkel në për rruva, në për sen, edhe më në gjitë të pozicionet ku janë civilia, ku ka ndosht ata vetë. Po shqyqyr që e jasë ndodhi, se sigur të kënë ndodhi atje, ka pos masakrat më loja më bo, ka pos ushtarë gjitha onve, po pika si ma era una që ka qenë Tërpeza, ka qenë një vend shumë interesant, po luftime ka pos atë një muj dit pa, ka ndodhë në asë të në ditën këna luftu, s'kena mujt as uj me pi. Këna shkuj, këna ly bus me si farë vaj, me vaj s'kishëm ka njerët me qaj me ly bus, qaq qani që këna pos,
për dili që s'kena mujt me pi ujë. Qash luftime të repte ka posë që ti s'ke mujt me shu as rruven. Ato në atë ven mu ka plaguni një pjemi, i merë shala, është plague, u konë afer meje, ato dikon kanë roja 150.000 hesa, a 200.000 hesa, se në po neve ku jemë pozicionun. Ka qenë në Tërpez, veni ju qujtur Tërpez, ato u konë një bashkëftetar tjetër, e kom marrë këmishen, e kom hjek, ja kom lidh atë kamen, po i këcej ke gjaki cërcall, se aja, kur në ka ra ofer, që është me thonë, une ja 5 sekonda, 10 sekonda, s'kena ditë sen heq. Në më lej me dhej, u më lumë atë, krejt teme dhe me dhej, dhe mos s'kemi ditë se hazi shumë i madhë. E na qu, i na prek, shtë trupin e këna prek, mos i na rrug në ikona, se në fillim në zet, që ata në zet nuk e din sa atë ka rrug, as të ka rrug. Edhe thash, a ke pështu? Tha, po, mirë jam. Edhe në thash mirë, vaj vish kërë rëcu, bla për rëcu. Ato e posh që ja kish bo komen, ja kish pu ka gjashëm, ja kom mori, ja kom lidha atë kom, shpejt e shpejt. Ta është t'ju kohë, qysh me shku mi tërhjek në ato. Une me ato së mëshëm mi tërhjek, se ka qenë, ato dëvë kemi qenë në spital Divlakës. Ushtarë tjerë kanë qenë në pjesë tjetër të dëshpia poshtë atje që ju dëvë kemë lëshue si një farë ledine, me do molla, me do adin shtu që ledina që kanë zakonisht në përfshatra, po konë shumë të poshtë do konë. Tenkat i këna pas, dikon 300-400 metra vijajruare tenkat, edhe ushtria sërbe. I këna pas qitë pjesën gjështu, edhe këna pas kitë pjesën kënejna. Kënejna vishin komceri, kënejna gjujshin me topa dhe me minahesa. Edhe për një pikës ati krysore, na gjujshin me minahesa. Edhe ato jem nisë, po të kalzaj drejt, me shku mi thirë dikan atje poshtë, që ishin ata bashkëftetarë të luftu me. Jem shu në atë farë të poshtë, të bëhe kësi levizje, heranej, të urdzu, së ma ka nda kur të jem gju, non stop. Vishin plumat, që atu ku nalë, që atu nalë ke mërë ke plumi, po zguzesha mu nalë. Dhe edhe me tenjë më kanë gjunë në qatë farasti. Kër im shku të ata bashkëftetarë të mi atje. Mu në me full, s'më isha me full. Mu nalë fryma. S'kesha frym, s'kesha qysh më me marë frymë jo kalzu që ju plagua i bashkëftetari. Unë ato e kisha nip. Edhe i ka qenë edhe 2 herë i plagun ma herët. Ka një gruvë që kënina. Ato ishë për 3 herë i plagun. Ju të regova masaneju, piva pakuj edhe u merë fryma, ju të regova. I na do në disa pjesë, e kena gjuat, e kena sulmu kështu, deri sa një grup i na nisë, i na shku e kena marrë atë plagunin, edhe kena quhe në spital Divlakës. Atje dikush ka lo gjak, kush ka mujt ka lo gjak, kush ka pos gjak, kush u pak ma shnësh, atje ka pos edhe plagun tjerë, një natë kom nejt ato me të, për shkak se ka pos gjendin e ronë, s'dishëm që apo bot me të, po a i tani fillaj të jo përmesu vetën, pe atë ujtë prapjem këthyën. Të ushtarë tjerë konë në Tërpez, ku jenë konë luftimet shumë të repta. Ato këna ka ndodhë që edhe natën këna ru, ditën këna luftu natën edhe këna ru, e bëjshëm ka 2-3 orë me ru, se s'kena pos, si na konë dhe shumë ushtarë. Dikon i na konë 20 ushtarë, po i na konë pa gjëmësi, veni u konë për luftime, su konë qaqë shtu që duhet me luftu. Ka ndodhë tenka, na ka hetu që na në 3 tinkat na gjujke, na ullsheshin edhe 1 kat ma poshtë, a 2 kat, na njekshin. Ka ndodhë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, 5 herë, 6 herë, 7 herë, 8 herë, 9 herë, 10 herë, 11 herë, 12 herë, 13 herë, 14 herë, 15 herë, 16 herë, 17 herë, 18 herë, 19 herë, 20 herë, 21 herë, 22 herë, 23 herë, 24 herë, 25 herë, 26 herë, 27 herë, 28 herë, 29 herë, 30 herë, 31 herë, 32 herë, 33 herë, 34 herë, 35 herë, 36 herë, 37 herë, 38 herë, 39 herë, 40 herë, 41 herë, 42 herë, 43 herë, 44 herë, 45 herë, 46 herë, 47 herë, 48 herë, 49 herë, 50 herë, 51 herë, 52 herë, 53 herë, 54 herë, 55 herë, 56 herë, 57 herë, 58 herë, 59 herë, 60 herë
dekë si gazit kena gjuhe, ata gjyshin shkit që bushojshë mes veti, qa qafërin a ka, që mos mu pa me një tjetrin, edhe sa më ishëm që aty luftejshëm. Na keshëm pak armatim, na dëvë edhe mirë, u dëvë kemi qitë, jo në automatik, po dëvë kemi qitë një ka një, se fishek s'keshëm so dëhet për me luftuhe. U dëvë kemi me ru edhe fishek, bo aki shumë herë ku e nevejshme me gju ma shumë, po për shkak që s'kena pas mjaftushme fishek, u dëvë ke edhe me reduktu fishek. Përveç luftimeve që kanë qenë në tërpez, kemi luftu, kam qenë pjesë e luftës edhe në Morin. Bile mas luftës kur im këthyje, ka qenë fshati Morin atëherë kur është vraje Zenel Mziu. Atu ka qenë një luftë shumë e madhe. Atu kemi luftu shumë afër me shki. Edhe kurse arrej, dëshmori Zenel Mziu met shumë rena atje, edhe u terrue, edhe u dëvë keme shkue me marë. U banëm ja 4-5 bashkëluftetarë, se halo ishin shkit atë mrena, ishin në atë pjesë shkit. Unë e kisha një qebe temen, që e marsha me veti në Peruvë, në përshkak se edhe ftëft edhe së dike puna edhe kohës, po edhe kur ishë në Ruva ka qenë gjithmonë ftëft, po edhe kur flejshëm dikun, e kishëm një qebe me veti. Po unë atë qebe e përdërëm për dëshmorin Zenel Mziu, shku me morëm e tërhjekum. Ka qenë shumë e vështirë me hinë atë pjesë ku ka qenë ajë për mi tërhjek. Edhe për mu ka qenë një se kom gjuft atë djallë shumë, edhe kemi lu shumë futbol bashk. Ka qenë një djallë shumë i mirë në fshatin Morin. Ka posë edhe luftetarë shumë të mirë në Morin, në Rëzall, Polac, Kryshevs, Mokhërmal. Kemi posë luftime tani edhe Polac, edhe ato kemi luftu rraf 8 ditë, pa nalë heq me forcat serbe. Kemi shkatru tanka, ato ka qenë një luftë shumë e pabarabartë, po ato ka qenë edhe njësia speciale kraneve. Edhe i kena bot dame të konsiderueshme armikut. Kemë edhe, ato në Morin ka qenë edhe Rifat Mziu, një bashkëluftetar shumë i zoti. A i kurse arrejmë, neve na therke na marke, ku kish dikon me shku me luftu, neve gjithmonë na marke. Ata që kishin dëshirë me luftu, ishëm afër ti edhe gjithmonë shkëshëm edhe ku kish hapësirë, na i sulmojshëm shkit edhe i gjujshëm shkit. O konve se Ruqi, ka qenë shumë një bashkëluftetar i zoti, Malush Ahmeti, ka qenë ndër komandantat ma të zëtë në Rëzall atë. Ka qenë komandant i Las Godra, i Prekazit, a i shpesher në ka ardhë në ndim pe i Prekazi, po ka qenë edhe i Las Dërguti, që ka qenë edhe komandanti i zonës tonë, i kompanisë tonë një ku, edhe a ishtë në ka ndas një herë në për luftra. Halil Zhabota, isni pura i Aqarevës, ka qenë një bashkëluftetar shumë i zoti, që ka qenë motivus edhe asë njëherë se ka lëshu Drenicën, gjithmonë ka qenë tukat të Drenicës edhe ka luftuhe, çdo herë pa se ka kushty vetën asë njëherë, për mu i Krasniqin mos flasëm se ka qenë ndër njerëzit që ka dhonë një kontribut shumë madhe edhe jetën, e shumë bashkëluftetar tjerë që unë me shumë për tyne i kom taku, edhe kemi luftu bashkarisht, edhe jam krenar që i kam qenë pjesë e asoj lufte. Ka pas momente ndryshme të luftës, ka histori shumë të mëdha ndryshme, po ndoshta është e mjaftueshme deri me tash sa folëm se ka sfida ndryshme, ka luftime në Bajic,
Edhe ato kemi luftue krah për krah me njësinë speciale, që ashtu atje në Bri, ato kena shku, kena marrë edhe plagosën, kena bartë civil pej rasti kur ka ndodhur masakrat Kaqërezi, Ligashani, pak ma vën edhe ne ka Ferenikllina një pjesë të madhe me komandantin tim Zenel Goxhulin me bashkëluftetar, për 1500-600 civili kena marrë, kena qitë në pjesën tjetër zonës ku është me e lirë për shkak që aja zonë pritke që mos sulmu edhe aty kanë besu shumë njerëz që kanë mejtë në atë malit Qiqavicës. Plagos që shtash Likaf si kena marrë me Sajit Jasharin. Kemi shku për me unë ndihmu, po aty kish pas shumë plagast, na thanë që a ka mundësi ta plagosën me largu për këtujt. Kena marrë, kena të rjek për atujt, kena quë në zonën ka Qerezi, ka Boksi, ka për shkak se u lufteke në atë ku. U lufteke në gjitha anë, po disa zone kanë qenë pak ma të lira, disa pak ma shtu kanë qenë ma të rrezikune. Edhe aty kena marrë plagast, kena marrue kësi lese, i kena bajt, kena prit natën, disa kanë qenë rënd, disa kanë qenë malet, po javë kena dhënë ndihmën aq sa kena mujt. Kena pas përjetime ndryshme, më ka ndodhur mu një përjetim që isha njëherë i uritur shumë, për ka dzej si rast, edhe e posh në vendin të shil një kazan të uzi, edhe mendova që i po shkej po ho dëbuk, për kërkej dëbuk, i shko një grue të i zi të ja bo me, thash më falë, thash a ka mundësi bre një pijat më madhon, të ho dë supa që i ka banë. Kish pas diko një 5-6 mije, tha pasha zotë, tha kum qitë, tha gur, tha jam të zi, tha po mënojnë thëmija që jam t'ju bo shqim, tha deti mërgjumi. Ka pas rastet ndryshme trana, ka ndodhje më shku me hi me pushu të një shpi me herë, kur jem hije, s'kam pas as mil, as kur gjoheq, jem detyru me shkue me kilometra larg, mi u marrë mi u pru mil aty në familjeve. Jo veçon, po plot bashkëluftetarët mi, kena dha kontributin ashtu sa kena mujt, sa kena ditë, kena pas, kena ndi vetën gjithë të obliguar që me popullit me dalë sa ma afër, sidomos familjeve tona, jo vetëm mia, po familjeve të përgjithësi shqiptare që kanë pas nevojë. Shpresoj që gjeneratat e reja mësojnë ma shumë për luftën, edukohen ma shumë, e din që a kena hjek. Na kemi qenë një gjenerat që, kjo gjenerat që ka ardhë njeri, nas që kena prit lirin, gjenerata jonë e ma hershme, s'ka mujt me shliru venin, edhe na e kena përjetue shumë sene trona, prej moshës 8 vjetë, 10 vjetë e përpjet, gjithmonë kena hazën vështërsi për shkak e regjimit serb, apo dhe me protesta, apo dhe me gjera ndryshme që ne kam pushkit, këqia. E sot, rinia jonë dohet me kon shumë krenare, sot si në sport, si në shumë aspekte, janë të jesë për para, po fol gjakut dëshmorve, gjithmonë t'ju përkull, para gjakut dëshmorve, para të një njerëzve që i kanë sakrifiku, po edhe këta që janë gjallë, që s'kanë vdek hala, ta ushtarë që janë metë, sa do pak, që mjo dhon busqeshje, mjo dhon fjallë të mira, me abo një respekt, sa do të mirë për arsye që na i në konë gjendje, si ata bashkëluftetarë tonë, i në konë gjendje me dhon gjithë shka nga vetja, që Kosova edhe thmit tonë, veni jonë me jesë për para dhe me pas, me gëzu ljerin në njërën ma të mirën. Sot i kanë gjitha, vetëm dohet mos me harru të kalunën, po me forcu edhe me ecë për para me senet mira, me ndërtu këtë vend sa ma mirë edhe sa ma drejt. Shtu që une edhe një apel e kam të gjithë liderët
e Kosovës, vitet për ecin shpejt. Kështu që edhe këto vite që e kanë me ty në bashkëfetarëve tonë, të paktën me ia kthy dignitetin, me ia kthy atë gjën e duhur që e kanë bërë për këtë vend, që me pas ata një perspektivë, mu ndi krenar për vendin e vet, mu ndi krenar për çka ka luftu, me pas qytetari një shërbim të mirë në spital, me pas qytetari një drejt pune, një vend pune në Kosovë, me pas qytetari një pastërti në qytetin e vet, në vendin ku jeton, sa do një shoh një Kosovë, nashta o të ecë përpara, po me shumë sene që ka nevojë për ndryshime. Kanë nevojë shumë për ndryshime. Edhe këtu, vetëm me vullnet mirë, arrihet çdo sen. Arrihet bashkëpunimi, kur desh me pastru Kosovën, gjon akter ndryshëm, po pastruhet. Kur desh me bo një spital të mirë, gjon donator, gjon ato e bën një spital të mirë. Shumë sene tjera që vendi tonë i novojiten, e unë i bëj liderëve gjithë, atyne liderëve, atyne deputetëve, atyne ministrave, presidente, kryeministre, gjithë ata që janë sot, ata që vinë, që gjithmonë me pas prioritet vendin tonë, se për këtë vend kena dhonë shumë çka edhe duhet me çu përpara amanetin e dëshmorëve, po edhe të atyne që sot janë pa dur edhe pa kom, po edhe atyne nonave sot, edhe atyne femnave sot që janë me shumë trauma, që fatkeqësisht shteti ka i neglizhon edhe është ka ba shumë pak për këta njerëz. Kështu që ju falenderoj shumë për ftesën që ma keni bë, edhe shpresoj që ky emision juaj bini ushtar sa ma shumë këtu, e merrni në pyetje, tregojnë histori të vërteta, edhe histori reale. Une jam 100% i sinqert, këto që a thash, për çdo sen, në dytë nas më thirr, për këto që a thash, jam përgjegjës i këtyne fjalëve të mia, edhe për secili ai që ka një mendon ndoshta që është ndryshe, unë jam në Kosovë, më taku edhe më dëshmon edhe me fakte. Kështu që faleminderit shumë.